Në mbledhjen e Këshillit Socioekonomik nuk ka marrëveshje për rritjen e pagës minimale. Donald Trump ndërron 30 ambasador, mes tyre edhe ambasadore në Shkup Angela Geller. Ministrja e Eurointegrimeve e Shqipërisë, Elisa Spiropali, kërkon zbatimin konsekuent të marrëveshjes së Ohrit. Maqedonia e Veriut rangohet e treta në Europë për vrasjet e grave nga partnerët e tyre. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se takohemi në lajmet orës 15:55. Drejtuesi qeveritar dhe sindikalistët nuk kanë arritur që të merren vesh për rritjen e pagës minimale në 600 euro. Në seancën e sotme të Këshillit Socioekonomik u arrit marrëveshje që këto bisedime të vazhdojnë. Kryeministri Kristian Mickoski deklaroi se paga minimale mund të rritet vetëm nëse pajtohen edhe punëtorët edhe punëdhënësit. Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi nuk është kundër rritjes së minimales, por nuk mendon që paga minimale duhet të rritet menjëherë. Punëdhënësit, sindikatat dhe qeveria nuk u morën vesh për rritje të jashtëzakonshme të pagës minimale në 600 euro, ashtu siç kërkon lidhja e sindikatave të Maqedonisë. Në seancën e sotme të Këshillit Ekonomiko-Social u arrit marrëveshje që bisedimet të vazhdojnë. Kryeministri Kristian Mickoski thotë se nuk është kundër rritjes së pagës minimale, por shton se ajo mund të bëhet vetëm nëse pajtohen edhe punëtorët edhe punëdhënësit. I kako rezultat na Dëshiroj të theksoj qartë, qeveria nuk është kundër rritjes së pagës minimale. Angazhimi ynë është që paga të rritet edhe puna të vlerësohet në mënyrë të duhur, por gjithashtu jemi bindur fort se një rritje e tillë duhet të jetë rezultati i marrëveshjes së ndërsjelltë mes punëtorëve dhe punëdhënësve, i arritur përmes dialogut social dhe mbi bazën e mundësive reale ekonomike. Dhe kjo rritje duhet të jetë në përputhje me potencialet dhe kapacitetet e ekonomisë. Unë nuk jam për zgjidhje të imponuara. Edhe Ministri i Ekonomisë nuk është kundër rritjes së minimales, por nuk mendon që paga minimale duhet të rritet menjëherë. Sa i përket rritjes ad hoc të menjëhershme, pa mos pasur parametra ekonomik të qartë, pa mos pasur një analizë e cila tregon se duhet që të rritet me një vendim të qeverisë, ne do të përballemi me rritje të inflacionit, do të përballet posaçërisht kompanitë e vogla dhe të mesme do të përballen me krizë financiare, çka do të detyrohen që të largojnë nga vendi i punës punëtorët e cilët i kanë, që nuk është në interes as të punëtorëve, po as edhe të qeverisë. Kryetari i lidhjes së sindikatave Slobodan Trendafilovu shpreh se nëse qeveria dhe punëdhënësit duan që në këtë mënyrë të urojnë vitin e ri punëtorëve, urimi i sindikatës tha se do të jetë mundësia për protesta. Ajo që e dëgjuam është një luftë ofertash me nevojën për të rritur pagën minimale 600, 700, 800, madje edhe 1000 euro. Le të ulen qeveria dhe punëdhënësit edhe të bien dakord për shumën me të cilën janë të gatshëm të rrisin pagën minimale dhe të na thrasin neve, sindikatat, edhe të na tregojnë se çfarë do të ndodhë. Megjithatë, ne sugjerojmë që ta bëjnë këtë sa më shpejt e të mundur, në mënyrë që të mos e festojmë vitin e ri në një mënyrë tjetër. Lidhja e sindikatave vazhdimisht kërkon që të rritet paga minimale në vend sepse është rritur kostoja e jetesës. Sipas llogaritjeve të tyre, vlera e shportës minimale sindikale për muajin dhjetor ka arritur në 65.492 denar. Këshilli i prokurorëve zgjodhi Anita Topolova Isailovska si ushtruese detyre prokurores publike. Ajo do ta ushtrojë funksionin deri në emërimin e prokurorit të ri publik shtetëror, por jo më gjatë se 6 muaj. Prokuroria Anita Topalova Isailova do ta blocojë vendin e zbrazët të prokurorit republikan pas dorëheqjes së Lupço Kosevskit.
Ajo do të jetë ushtruese detyre deri në zgjedhjen e prokurorit të ri shtetëror në konkurs publik. Kështu vendosën një zërja antarët e Këshillit të Prokurorëve në seancën e sotme. Anita Topolova-Isajlovska, prokurore për herë të parë, është zgjedhur në vitin 2009, ndërsa në vitin 2013 hyri në prokurorinë e lartë, kurse pas 3 vitesh u ngrit në detyrë në prokurore republikane dhe zëvendëse e prokurorit të atëhershëm publik të shtetit, Marko Zverlevskit. Emri Topalova-Isajlovska nuk është shumë i njohur në publik, por u përmend disa vite më parë, kur si prokurore republikane kërkoi që Gjykata Supreme të heqë dorë nga rasti Talir, i cili ende po gjykohet në 2 pjesë, ndërsa në mesin e të akuzuarve është edhe partia në pushtet VMRO-DPMNE. Ajo kërkoi që Gjykata Supreme të revokojë vendimin për miratimin e aktakuzës në lëndën Talir të Prokurorisë Speciale Publike për financimin e paligjshëm të VMRO-DPMNE-s. Sipas dispozitave ligjore, Topalova-Isajlovska do ta ushtrojë funksionin deri në zgjedhjen e prokurorit publik shtetëror, por jo më shumë se 6 muaj. Hapi i ardhshëm është nisja e procedurës në Kuvend që të shpall konkurs për prokuror të ri shtetëror, në të cilin mund të kandidojnë të gjithë kandidatët që i plotësojnë kushtet, pas çka qeveria duhet të kërkojë mendim nga Këshilli i Prokurorëve Publik për të gjithë kandidatët. Kosevski dha dorëheqje në ditën kur në Kuvend do të nisë debati për shkarkimin e tij. Në konferencën e dorëheqjes, Kosevski u shpreh se në shtet ekziston mos respektimi i parimit të sundimit të ligjet. Administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump po zëvendëson 30 diplomat karriere nga pozitat e ambasadorëve dhe nga pozitat e tjera në ambasada. Mes tyre është edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Angela Geller. Nga ambasada e SBA-s në Shkup thanë se ambasada do të vazhdojë të funksionojë normalisht gjatë procesit të tranzicionit. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Angela Geller, është ndër diplomatët e karrierës që është tërhequr nga detyra si pjesë e vendimit të fundit të presidentit Donald Trump, i cili përfshiu ndryshimin e ambasadorëve në rreth 30 shtete. Këtë e kanë konfirmuar përmian nga ambasada e SBA-s në Shkup, nga ku shtojnë se ambasada do të vazhdojë të funksionojë normalisht gjatë procesit të tranzicionit. Jemi thellësisht mirënjohës ndaj ambasadores Geller për shërbimin e saj në Maqedoninë e Veriut gjatë 3 viteve të fundit dhe jemi të përkushtuar për të siguruar një tranzicion të qetë dhe efektiv që do të japë prioritet misionit të SBA-ve dhe marrëdhënieve tona diplomatike. Administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump po zëvendëson 30 diplomatë karrierës nga pozita ambasadorësh dhe postet e tjera në ambasada. Departamenti i Shtetit njoftoi se bëhet fjalë për një proces standard në çdo administratë. Siç u theksua, ambasadori është përfaqësues personal i presidentit dhe është e drejtë e presidentit të sigurojë që në këto vende të ketë individ që promovojnë agjendën e tij Amerika e para. Më së shumti nga këto ndryshime është prekur Afrika, në vendin e dytë është Azia, me ndryshime të ambasadorëve në 6 vende, ndërsa në Europë ndryshime do të ketë në Armeni, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Slovaki. Ministra e Eurointegrimeve dhe Politikës së Jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, gjatë vizitës së saj në Shkup, tha se Shqipëria mbështet integrimin e RMV-s. Ndërsa homologu i saj Tim Çomucunski tha se kjo qeveri do të pranojë dhe nuk do të bëjë lëshime pa pasur garanci. Takimin e parë zyrtar si ministre e Eurointegrimeve dhe Politikës së Jashtme të Shqipërisë, Eliza Spiropali vendosi ta bëjë në Shkup, ku prit nga homologu i saj Tim Çomucunski, ministër për punë dhe tregti të jashtme të Maqedonisë së Veriut. Duke numëruar sfidat dhe sukseset, Mucunski dhe Spiropali folën për bashkimin evropian dhe integrimin e 2 vendeve në zonën Schengen. Shefi i diplomacisë vendore Mucunski tha se nuk do të ndërmarrin qorrazi veprime për të cilat nuk do të kenë garanca për vazhdon e rrugtimit për integrimin në Bashkimin Evropian. Ai theksoi se kjo qeveri nuk do të pranojë të nënshkruaj pa kushte asnjë zgjidhje siç vepronte qeveria e kaluar. Nga ana jon, ka gatishmëri që nga nesër të ulemi për të diskutuar e debatuar se si do ta deblokojmë këtë blokadë jo principiele që i bëhet vendit ton, por nëse dikush prej që kjo qeveri do të pranojë dhe do të heqë dorë e të bëjë lëshime, pa pasur garanca dhe siguri për të ardhmen dhe përfundimin e rrugës europiane, nuk do të ketë sepse nuk planifikojmë të krijojmë rrugë të rrethqore, siç e vepruan paraardhësit tanë. Për dallim nga Mucunski, Spiropali numëroi sukseset përmes të cilave Shqipëria po hapron drejt integrimit të plot në Bashkimin Evropian. Tha se populli shqiptar, por edhe diplomacia shqiptare, prioritet numër 1 ka integrimin e plot të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Integrimi europian është objektivi numër 1 i politikës së jashtme shqiptare, por edhe i kombit shqiptar. Prandaj për Shqipërinë është një arritje që në vetëm 13 muaj hapëm me sukses 33 kapitujt e negociatave. Progres raporti i vitit 2025 qarkësisht vlerësoi reformat e thella, sidomos në fushën e sundimit ligjit, funksionimit të institucioneve të drejtësisë, luftën kundër korrupsionit, por dhe respektimin e minoriteteve. Ndryshe, në tetor të vitit të kaluar, Bashkimi Evropian ndau Maqedoninë e Veriut nga pakoja me Shqipërinë dhe rrugtimin e nisur bashkë, Shqipëria e vazhdoi duke hapur kapitujt për integrim të plot. Vendimi për ndarjen e pakos u mor po në shtator në nivelin e ambasadorëve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Elisa Spiropali, ministrja shqiptare e eurointegrimeve, ka nisur mandatin me vizitë në Shkup, ku ka zhvilluar takime me krerët shtetëror. Spiropali tha se në situatën aktuale gjeopolitike, shqiptarët kanë rol të rëndësishëm dhe vendimtar në rrugtimin e RMV-s. Mandatin e nisi me vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut e në takimin e parë me homologun e saj Timço Mucunski, ministrja shqiptare e eurointegrimeve Elisa Spiropali kishte disa porosi që i drejtoi drejt politikanëve, po edhe institucioneve të vendit, duke cituar të dhëna nga regjistrimi i fundit i popullsisë. Spiropali tha se në situatën aktuale gjeopolitike, shqiptarët kanë rol të rëndësishëm dhe vendimtar në rrugtimin e Maqedonisë së Veriut. Këtu jeton një komunitet shtetformues shqiptar që arrin deri në 30% popullsisë së përgjithshme sipas censusit fundit. Shqiptarët e Maqedonisë Veriut janë një faktor progresist, pro-europian dhe vendimtar për stabilitetin demokratik dhe orientimin euroatlantik. Prandaj në klimën e sotme gjeopolitike, ku ndikimet e aktorëve të tretë po shtohen dhe kërcënimet hibride po bëhen më agresive, roli konstruktiv i shqiptarëve dhe i përfaqësuesve të tyre politik në shumicë apo në opozit mbetet jetik. Respektimi i gjuhës shqipe, i identitetit etnik dhe përfaqësimit të drejtë janë detyrime që duhen zbatuar plotësisht dhe pa ekuivoke. Para gazetarëve në Shkup, Spiropali foli edhe për rëndësinë e marrëveshjes së Ohrit dhe inkurajoi institucionet në zbatimin e së njëjtës. Duke i njohur këtë realitet, ne mirëpresim dhe inkurajojmë zbatimin konsekuent të marrëveshjes së Ohrit. Marrëveshja e Ohrit është një dokument paqeje dhe bashkëtese i garantuar ndërkombëtarisht. Ne jemi mirënjohës Shteteve të Bashkuara të Amerikës si aleat i të dy vendeve dhe presidentit Trump për përfshirjen e aktit për demokracinë dhe prosperitetin Ballkanin Perëndimor, i cili mbron paqen, rendin demokratik dhe vetë marrëveshjen kornizë të Ohrit. Ministra Spiropali garantoi se Shqipëria do të interesohet në vazhdimsi në kuadër të obligimeve kushtetuese për shqiptarët jashtë vendit. Përndryshe, veç Mucunskit, Spiropali ka takuar edhe kryeparlamentarin Gashi, po edhe deputetët femra të partive politike shqiptare. Ajo nesër pritet t'i takoj edhe krerët e partive politike shqiptare në pushtet dhe opozit. Ka filluar zyrtarisht fushata zgjedhore e zgjedhjeve të përsëritura lokale në komunat Gostivar, Vrapqisht, Mavrovë-Rostush dhe Qendër Zhup. Zgjedhjet në këto 4 komuna do të përsëriten pasi në zgjedhjet e 19 tetorit nuk u arrit censusi prej 33%, siç e parashikon kodi zgjedhor. Nga mbrëmja në mesnat ka filluar zyrtarisht fushata për zgjedhjet e përsëritura në komunat Gostivar, Vrapqisht, Mavrovë-Rostush dhe Qendër Zhup. Në komunën e Gostivarit, gara për kryetar komune zhvillohet mes 2 kandidatëve që vijnë nga 2 blloqet politike shqiptare, përkatësisht Valbon Limani nga koalicioni AKI dhe Nevzat Beta nga koalicioni Vlen. Limani kandidon për herë të dytë pasi edhe në zgjedhjet e 19 tetorit doli i pari me numrin e votave të fituara. Ai ka njoftuar përmes rrjetit social Facebook se sot hap zyrtarisht fushatën në Pallatin e Kulturës në Gostivar, duke theksuar se ky moment shënon në nisjen e rrugtimit drejt fitores së madhe. Ndërka Beta synon të kthehet përsëri në pozitën e kryetarit të komunës pas 8 vite pauzë. Gjatë shpalljes së kandidaturës së tij, ai tha se kandidimi i tij ka qenë kërkesë e qytetarëve dhe nuk bëhet fjalë për hakmarrje politike. Ai po ashtu tha se vjen për realizimin e projekteve të reja për qytetin. Sa i përket komunës së Vrapqishtit, në garë është kandidati i koalicionit AKI Isen Shabani dhe kandidati i pavarur Zulhajrat Demiri, i cili mbështetet nga Vleni dhe Alanca për shqiptarët e
Ziadin Selës. Demiri ka realizuar sot një takim me të rinjtë me çrast ka vlerësuar lartë rolin e të rinjve në rrugtimin e tij politik, duke theksuar se energjia, idetë dhe shpresat që përcollën të rinjtë dëshmojnë gatishmërinë e tyre për të qenë pjesë aktive e ndryshimit, ndërsa në komunën e Vrapçishtit do të hapet shtabi zgjedhor komunal i AKI-s në fshatin Negotin, ku do të prezantohet kandidati i këtij koalicioni Isen Shabani. Në këtë takim do të jenë prezente edhe dy liderët e koalicionit të AKI-s, Ali Ahmeti dhe Arben Taravari. Zgjedhjet në këto 4 komuna do të përsëriten pasi në zgjedhjet e 19 tetorit nuk u arrit cenzusi prej 33% i përcaktuar sipas kodit zgjedhor. Maqedonia e Veriut renditet në vendin e 3 në Europë për nga numri vrasjeve të grave nga partnerët e tyre. Mesatarja në Bashkimin Evropian është 4.1 gra të vrara për 1 milion banor, që është dukshëm më e ulët se shkalla e regjistruar në RMV, 6 gra në 1 milion banor. Maqedonia u rendit në vendin e 3 në Europë sipas shkallës së vrasjeve të grave të kryera nga partneri ose një antar i familjes. Tregojnë të dhënat më të fundit të Eurostatit për vitin 2023. Sipas të dhënave, në Maqedoninë e Veriut janë vrarë 6 gra për 1 milion banor, çka e vendos vendin menjëherë pas Letonisë dhe Lituanisë. Letonia shënon shkallën më të lartë në Bashkimin Evropian me rreth 17 gra të vrara për 1 milion banor, ndërsa Lituania renditet e dyta me 10 gra për 1 milion banor. Mesatarja në Bashkimin Evropian është 4.1 gra të vrara për 1 milion banor, që është dukshëm më e ulët se shkalla e regjistruar në RMV. Sipas Eurostatit, gratë në BE vriten pothuajse 2 herë më shpesh se burrat, kur autori është partneri ose një antar i familjes. Shkallat më të ulta në Bashkimin Evropian, me përjashtim të Maltës, ku nuk është regjistruar asnjë vrasje, janë regjistruar në Greqi, Spanjë dhe Holand. Në Greqi, shkalla është 1.8 gra për 1 milion banor, në Spanjë 2, ndërsa në Holandë 2.3. Të dhënat tregojnë se gjatë dekadës së fundit numri i këtyre vrasjeve në BE ka mbetur relativisht i qëndrueshëm, me nivelin më të lartë në vitin 2022, kur u vran 4.4 gra për 1 milion banor. Në nivel global, sipas Kombeve të Bashkuara, Afrika është kontinenti me shkallën më të lartë të femicidit, 30 gra për 1 milion banor, si dhe me numrin më të madh absolut të viktimave, me rreth 22.600 gra të vrara në vitin 2024. Kombet e Bashkuara theksojnë se 60% e autorëve të femicidit në vitin 2024 kanë qenë partner intim ose antar të familjes. Dhuna në familje vazhdon të mbetet një nga plagët më të mëdha në vend. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme në periudhën 2018-2023 në RMV, janë kryer gjithsej 6.242 vepra penale për dhunë në familje. Prej tyre 33 janë vrasje, 14 raste janë tentativ për vrasje, 3.782 raste kanë të bëjnë me lëndim trupor, 155 raste në lëndim të rënd trupor, 38 raste janë detyrim, 2.179 vepra janë për rrezikim të sigurisë, 29 për privim të paligjshëm nga liria dhe 2 raste për ndërmjetësim në ushtrimin e prostitucionit. Partia opozitare LSDM ka kërkuar hetim të shpejt dhe të plot transparent për skandalin në Agjencinë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural. Për këtë arsye ata kanë ftuar kryeprokurorin evropiane Laura Kovesi të vijë në Maqedoninë e Veriut, ndërkohë Ministria e Bujqësisë ka deklaruar se opozita përmes komunikatave dhe deklaratave të saj po përpiqet të manipulojë opinionin publik. Nënkryetaria e LSDM-s, Jovana Trenčevska, ka deklaruar se prej 10 ditësh pushteti hesht për skandalin në Agjencinë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural. Partia opozitare thekson se Evropa dërgon një mesazh të qartë se korrupsioni i DPMN-s nuk tolerohet dhe se duhet të ketë përgjegjësi. Sipas LSDM-s, në rrezik janë 130 milion euro nga fondet IPARD 3 për fermerët. Drejtori i agjencisë Ilija Stojlev është bashkëpunëtor i afërt i Igor Miçevit, i njohur si Pankeri, i cili është në lidhje kumbarie me kryeministrin Hristijan Mickoski. Ndërkohë, bashkëshortja e tij është e punësuar në agjenci, në një pozitë përgjegjëse për pagesën e mjeteve nga IPARD. Kjo do të thotë se edhe Tripunovski edhe Mickovski duhet të mbajnë në përgjegjësi për këtë krim dhe për dëmin që do ta pasojnë fermerët.
Trenqevska tha se kur LSDM e zbuloi këtë skem korruptive, Mickoski dhe VMRO DPMN u përpoqën ta zhvendosë. Sipas asaj, duke vënë në funksion një fabrikë gënjeshtrash, duke akuzuar kryetarin Filip politik, Nikolovskin dhe persona të tjerë që nuk kanë asnjë lidhje me këtë rast. Për DPMN, qytetarët nuk janë të rëndësishëm, por tenderët milionësh të kurdisur, 161 tender në vlerë prej 5.3 milion euro, 9 milion euro për një kompani me vetëm 2 të punësuar. Ky është prioriteti i DPMN-s, deklaroi Trenqevska. Nënkryetaria njoftoi se kanë ftuar kryeprokuroren evropiane, Laura Kovesi, të vinë në Maqedoni. Nga ana tjetër, Ministria e Bujqësisë ka deklaruar se opozita përmes komunikatave dhe deklaratave të saj po përpiqet të manipulojnë opinionin publik. Theksojmë se Maqedonia mbetet e përkushtuar ndaj shfrytëzimit të fondeve, gjë që dëshmohet edhe nga fakti se aktualisht në nivel rajonal, në zbatimin e programit IPARD 3, kemi një shkallë shfrytëzimi prej 7 në rajon, me njëherë pas Turqisë. Asnjë fermer nuk do të rrezikohet sa i përket shfrytëzimit të mjeteve nga programi IPARD 3. Ministria e Bujqësisë gjithashtu theksoi se Republika e Maqedonisë është partner i përkushtuar në zbatimin dhe realizimin e programit IPARD dhe se për këtë arsye ato u bëjnë thirrje përfaqësuesve të opozitës që të përmbahen nga komentet e pabazuara dhe dezinformatat në interes të mbrojtjes së reputacionit të shtetit përpara institucioneve ndërkombëtare. Punonjës të Spitalit të Tetovës kanë protestuar për shkak se nuk janë pranuar në konkursin e fundit për punësime. Një pjesë e konsiderueshme të punësuarve të cilët me vite punojnë me kontrata ankohen se vendet e tyre janë zënë nga persona që kanë lidhje partijake. Në anën tjetër, drejtori i Spitalit të Tetovës, Erzen Elezi, tha se mbi 80% të punësuarve me kontratë në Spitalin e Tetovës janë të përfshirë në atë listë të pranimit. Dhjetra punonjës dhe vullnetar të Spitalit të Tetovës sot kanë protestuar duke kërkuar rishqyrtim të konkursit të fundit dhe punësim të atyre që me vite janë me kontrata dhe përvojë. Ata akuzojnë drejtuesit dhe përfaqësuesit politik për thyerje premtimesh, duke theksuar se nga konkursi janë pranuar persona nga jashtë dhe pa përvojë. Na është thonë qartë se fillimisht do të rregulloheshin punonjësit që janë tashmë brenda spitalit me gati 7-8 vite përvojë dhe pastaj ne vullnetarët që kemi shërbier për gati 2 vite. Dhe vetëm më pas do të hapeshin vendet e punës për persona nga jashtë. Ndërkaq, Ali Aziri, i cili që 9 vite punon si ndihmas, tha se në vend të tij në këtë pozitë është pranuar dikush tjetër. 9 vite jemi përballë me sfida, me Covidin, me shumë sfida. Mbas 9 vjetëve, punë, pa sigurim pensionar, pa sigurim shëndetësor. Bas 9 vjetëve zaventësohem me personel, që kanë punu si motra, nuk e di, si njofëm, faktikisht si njofëm. Zaventësona me personel motra veç për ta zonë një vend pune, ta zonë vendin tem. 9 vjetë kimi, kjo nuk o e drejtë. Ivona Nedelovska theksoi se pavarësisht premtimeve nga zyrtarët, ata nuk arritën të marrin vendime. Nuk do të presim konkurs tjetër, mjaft kemi pritur. Duhet personeli që u pranua nga jashtë të pres konkursin tjetër. Nuk është e drejtë ndërpritni kontratat për qëllime politike, siç keni bërë me disa nga kolegët tonë. Mediha Zilbehari theksoi se 7 vite ka punuar në spital, sa me kontrat e sa në forum vullnetare. Ndaj thot se për këta arsye të rinjt ikin jashtë shteti. Vetëm fjalë dhe premtime boshe. Dhe sot pas gjithë kësaj kohe jemi jashtë. Nuk do të ikim se duam perëndimin më shumë se vendin tonë. Do të ikim sepse atje të paktën vlerësohet kontributi ynë dhe nuk ka justifikime. Nuk ka mashtrime të një pas njëshme. Nga ana tjetër, drejtori i Spitalit të Tetovës, Erzen Elezi, tha se mbi 80% të punësuarve me kontratë në Spitalin e Tetovës janë të përfshirë në atë listën e pranimit. Nuk kam thënë që të gjithë nuk mund të përfshihen shkaku profilive që është marrë konkursi prej vitit paraprak. Kështu që edhe në atë moment që ka marrë fund të mbon kërkesë deri në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Ministrinë e Administratës për konkurs tjetër në vitin 2026, në të cilin e ka marrë pozitiv. Është numri 133, dhe shkëm në procedurat ligjore, ashtu kërkesat që ka duhet t'i bëjnë me hapjen e partë të konkursit. Me hapjen e partë të konkursit,
më thonë që vitin 2026 dhe marim, une vetëm mund të garantoj se kjo pjesa tjetër që ka ngel do i marim. Ky konkurs u zvarrit me muaj të tërë për shkak të zgjedhjeve lokale. Pas shumë zvarritjeve, protestave, polemikave dhe përplasjeve politike, Spitali i Tetovës më 24 korrik e hapi konkursin për pranimin e personelit mjekësor. Megjithatë, konkursi u anulua disa javë më vonë në gusht për shkak të shpalljes së zgjedhjeve lokale. Kujtojmë se në muajin qershor, punonjësit shëndetësor në Spitalin e Tetovës me kontrata, të cilët janë rreth 140, protestuan pasi nuk kishin marrë rroga ndërsa kërkonin edhe vendime pune. Pas protestave, nga Spitali Klinik i Tetovës u premtuan se do t'u paguhen pagat e prapambetura, si dhe kontrata në vepër deri në fund të vitit. Po atë muaj, Ministri i Ri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se brenda një muaji e gjysmë pritet të zgjidhet statusi i punës së personelit mjekësor të Tetovës, por kjo nuk u bë brenda këtij afati. Kryeministri në detyrë Albin Kurti përmes një postimi të tij në rrjetin Facebook tha se 2 vite më parë në kuadër të Policisë së Kosovës u themelua Drejtoria e Mbrojtjes Ajrore, me njësi dron dhe antidron si komponent thelbësore të sigurisë. Kurti tha se testimi i aftësive të mbrojtjes ajrore u realizua në kampin e njësive speciale në Vrell, mbështetur tërësisht në kapacitetet e brendshme të Policisë së Kosovës, për çka edhe shprehu mirënjohjen e tij për zyrtarët e angazhuar si dhe profesionalizmin e treguar, duke e theksuar se mbështetja institucionale për zhvillimin dhe modernizimin e kapaciteteve mbrojtëse do të vijojë edhe në mandatin tjetër. Është rritur në 70.937 numri palestinezëve të vrarë nga sulmet e ushtrisë izraelite në rripin e Gazës që nga tetori 2023, ndërsa numri të plagosurve ka arritur në 171.192, transmeton Anadolu. Në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza janë ndarë të dhënat e fundit në lidhje me viktima dhe të plagosurit në sulmet e Izraelit, si dhe trupat e nxjerrë së fundmi nga rënojat. Në 48 orët e fundit në spitale janë sjellë 7 të plagosur dhe 12 trupa të palestinezëve, ku 8 prej tyre të nxjerrë nga rënojat. Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit në sulmet izraelite janë vrarë 405 persona, ndërsa janë plagosur 1.115 të tjerë, derisa 649 trupa janë nxjerrë nga rënojat. Presidenti i SBA-s Donald Trump njoftoi më 9 tetor se Izraeli dhe Hamasi kishin miratuar fazën e parë të planit të armëpushimit në Gaza gjatë negociatave që po zhvilloheshin në Egjipt. Marrëveshja e nënshkruar në Egjipt ku zhvilluan negociatat hyri në zbatim më 10 tetor me miratimin e qeverisë izraelite. Pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit të arritur në rripin e Gazës, ushtria izraelite vazhdon her pas here sulmet e saj ndaj palestinezëve me pretendime të ndryshme. Të nderuar, kemi arritur në fund të lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.